Përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma, si u kam? Si u kam sonte? Jeni gati? Arritëm të dita e tretë. Përshëndetje, mirëmbrëma të gjithëve. Këto 2 ditë kanë qenë fantastike. Keni ngritur energjinë, keni transformuar trupin, keni liruar kaq shumë. Përshëndetje. Mirëmbrëma të gjithëve. Sonte kemi një natë shumë të bukur. Do lidhemi me veten tonë të vërtet, do ngrijmë energjinë lart dhe lidhemi me veten tonë të vërtet. Tashmë, e keni të qarta emocionet e reja, e keni të qarta ndjenjat e reja që doni të instaloni, të sillni në trupin tuaj. Do t'i sillim sonte në një nivel tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmbrëma të gjithëve. Si u kam? Si keni qenë këto kohë? Si u kam? Këto 2 ditë? Për të gjithë ju që në qoftë se futeni tani, kjo është sfida jone pranverës për fillimet e reja. Për të gjithë ju që futeni tani, nuk e dini se çfarë po bëjmë. Këtu po meditojmë, po ngrejmë energjinë lart, po transformohemi, po shërojmë trupin, po ngrejmë, po transformojmë emocionet, po lirojmë të kaluarën. Dhe ky është një fillim i ri. Ky është një fillim i ri për të gjithë. Përshëndetje. Po, ky është një fillim i ri për të gjithë. Po, rregulloj edhe pak muzikën dhe do nisim, sepse sonte kemi lidhjen me veten tonë të vërtet. Keni punuar, keni bërë një punë të jashtëzakonshme. Ditën e parë, ditën e dytë, kemi punuar për të liruar të kaluarën, për të lëshuar shumë ngarkesa nga trupi dhe normalisht që ka punë, por që ju tani e dini se në një farë mënyrë si mund të punojmë të integrojmë energji të re, si të në një farë mënyrë ta marrim trupin dhe të lëshojmë komplet çdo gjë që na mban. Sepse këto janë teknika të cilat në momentin që bëhen rutinë, pjesë e ditës tënde, atëherë do të ndryshojë shumë gjëra brenda teje. Edhe në qoftë se gjatë ditës tani keni mësuat një teknikë shumë të fortë, mësuat një frymëmarrje shumë të fortë, në qoftë se gjatë ditës ose që në mëngjes ngriheni, bëni frymëmarrjen, silleni atë energji të re në trup, ndjejeni si ves, ndjejeni se ndjenjat e reja vinë në trupin tënd. Lejoj ndjenja në trupin tënd. Dhe do shikoni se me kalimin e kohës, trupi do krijoj rrjete të reja nervore, sepse ne ndjejmë atë që jemi mësuar të ndjejmë. Qofse me vite të tëra ndjejmë emocionet ulta, ato do ndjesh. Qofse pastaj fillon ditë pas dite, pavarësisht gjithçkaje, fillon të instalosh emocione të reja, të larta, të sjellësh, të lejosh në trupin tënd, të krijosh hapësirë për to, do fillosh të ndjesh sërish. Të ndjesh lumturi, të ndjesh dashuri, të ndjesh emocione të larta. Dhe këtë kemi bërë, kemi praktikuar këto ditë. Dje ishte shumë e fuqishme. Dje sa shumë veta kanë hapur zemrën, ishte jashtëzakonshme. Shumë e fuqishme. Shumë veta liruan dhimbje që i mbartin prej vitesh. Dhe vërtet kur në momentin që ti hap zemrën, është çasti kur ndodh një çlirim i jashtëzakonshëm. Kur ne mblidhemi fizikisht janë shumë të fuqishme, këto çlirime janë shumë të fuqishme, sepse është një energji e cila sot do ja u tregoj, kur është një energji në 3 qendrat nervore të poshtme. Po i mbyll një moment komentet se dua që të dëgjoni shpjegimin. Ajo që do ta nisim, si do ta nisim sot, do ju tregoj
se për të lidhur me veten tonë të vërtet, është e nevojshme, përveç se një nga kushtet është hapja e zemrës, shërimi i fëmijës së brendshme, për me ato punuam dje. Në qoftë se nuk e keni parë, shikojeni, dhe sot do ngrejmë energji në një nivel edhe më të lartë. Sepse për të lidhur me veten tënde më të lartë, me atë pjesë brenda teje, ajo pjesë brenda teje që nuk u lëndua kur, ajo pjesë brenda teje që është e lidhur me gjithë krijimin, imagjino të jesh i lidhur me gjithë informacionin e krijimit, me gjithë informacionin e botës, të dish me saktësi se cila është rruga jote, dhe jo thjesht pra të ecësh në këtë botë me një dije të brendshme. Të ecësh në këtë botë me atë ndjenjen që unë e di se ku po shkoj, unë e di se çfarë po bëj. Unë e di se fuqia është brenda meje, hynoria është brenda teje, në zemrën tënde. Në zemrën tënde, është gjithë fuqia e kësaj bote. Dhe në momenti që ti e njeh këtë fuqi, e përjeton këtë fuqi, atëherë jo thjesht beson apo shpreson. Gjithë shpresa, gjithë besimi kthehet në një njohje të brendshme. Unë e di. Dhe është njësoj, se të ecësh në këtë botë me ndjesinë, ju kam thënë edhe një herë që është e njëjta ndjesi kur ne manifestojmë diçka dhe kemi sukses në atë gjë. Është njohitja e njëjtë në fuqi, si ajo që ti e di se nesër dielli do lind. Ti e di se nesër dielli do lind. E di, do lind. Me re pare do lind. Ti e di se nesër dielli do lind. Dhe është një njohitje e brendshme. Dhe kur ti lidhesh me atë fuqi brenda teje, dhe zbulon dhe përjeton vërtet, se ti je krijuesi i kësaj bote, se ti mund të shërosh trupin, se ti je një me gjithë krijimin, je një me gjithë shka, lidhesh me informacionin e gjithë botës, besh një me krijimin, lidhesh me atë pjesë brenda teje, që di gjithë shka. Dhe në atë moment aktivizohet intuita, aktivizohen fuqi të reja brenda teje, aftësi të reja brenda teje, potenciali brenda teje aktivizohet. Dhe ti e di me siguri cila është rruga jote, ti e di se çfarë do bësh. Dhe është një njohitje që shkon për te analizës mendore, për te analizës së mendjes, për te çdo lloj analize. Sepse analiza e mendjes çfarë bën? Thotë kjo është pozitive, kjo është negative, ose kjo ka këto gjëra pozitive, ka këto gjëra negative, kjo tjetra ka këto gjëra pozitive, këto gjëra negative. Dhe mendja nuk e di. Pra në një farë mënyrë mendja njerëzore nuk e di se çfarë do ndodh. Nuk e di se tamam se cila është rruga për të ndjekur. Thjesht analizon disa të dhëna. Po mendja e vetes tonë më të lartë, që është suprakoscienca, pra kjo quhet suprakoscienca, një mendje më e lartë, aktivizohet kur ne hapim zemrën. Pra kur hapim zemrën, a ju thash dje? Si ju thash dje? Kur ne hapim zemrën dhe shkojmë në zemër, ne nuk është se humbim trurin, jo, absolutisht jo. Ne fitojmë një mendje më të lartë. Ne lidhemi me një mendje më të lartë. Ne lidhemi me suprakosciencën. Me atë pjesë është një pjesë e sistemit nervor që faktikisht ne e kemi matur në retreat çfarë ka ndodhur. Sistemi nervor, ja po ja u tregoj këtu. Ky është truri. Dhe në momentin që ne vendosim elektroda për të matur aktivitetin elektrik të trurit, në momentin nëse truri është kaotik, pra nëse kjo pjesa e neokorteksit në një person i cili vuan nga ankth, nga depresion, ka shqetësime të ndryshme, ka strese të ndryshme, pra nuk e ka
nuk ka hapur zemrën, nuk ka shëruar lëndimet të fëmijës të brendshëm, atëherë komplet korteksti, neokorteksti është në kaos total. Dhe ka zona nga më të ndryshmet që kanë aktivitet elektrik të ndryshëm nga njëra tjetra. Pra nuk ka harmoni. Një zonë mendon për problemet në familje, një zonë mendon për çështjet në shoqëri, një zonë mendon si ma punoj ky kolegu kështu, një zonë mendon për shefin, një zonë mendon për karrierën, pra janë të ndara, ka një copëzim të sistemit nervor. Këtë kemi parë tek matjet, që kemi bërë në retreat. Dhe e kemi bërë në fillim të retreatit, dhe në fund pastaj, në fund të retreatit, ose faktikisht matjet kanë filluar që të tregojnë rezultate edhe në ditën e 4, të 5, të 6, të 7 ditë gjithsej. Dhe kanë filluar të tregojnë rezultatet që në ditën e 4. Çfarë ndodh? Ndodh që elektrodat këtu fillojnë të tregojnë të njëjtin aktivitet elektrik. Pra ky është hapi i parë që ndodh. Aktiviteti elektrik bëhet harmonik, balancohet në të gjithë neokortekstin. Dhe ky aktivitet elektrik që bëhet i njëjtë të gjithë neokorteksti, pastaj me kalimin e kohës, sa më thellë që futet personi, çfarë ka ndodhur? Pse është bërë harmonik aktiviteti elektrik këtu? Sepse personi ka marrë energjinë te vetja. Nuk ja jep me energjinë as probleme në familje, as çështjeve në karrierë, as shqetësimeve të kolegut, as se çfarë i thap filani në një filan ditë, nuk e dërgon më vëmendjen tek bota, po e ka sjell vëmendjen tek vetja. Dhe aktiviteti elektrik është harmonizuar. Tani çfarë ndodh tjetër? Personi në meditim fillon të hapë zemrën. Dhe në momenti hapjes së zemrës, çfarë ndodh? Imagjinoni këtu është zemra, po këtu është zinxhir nervor. Është një zinxhir i poshtëm nervor. Dhe në zinxhirin e poshtëm nervor, ajo që ndodh është që ky zinxhir mbledh dhe kap mban të bllokuara emocionet nga e kaluara. Dhe ne kemi punuam pardje, punuam dje, do punojmë sot prap me çlirimin e kësaj energjie, me pastrimin e 3 qendrave të poshtme, do përdorim frymarrjen. Dhe ajo që ndodh është që këto 3 qendra nervore të poshtme bllokojnë energjinë, duke bllokuar emocionet nga e kaluar, duke mbajtur aty emocionet ulta, ndjenja të fajit, të turpit, të frikës, lloj emocionesh negative grumbullohen, jo domosdoshmërisht në mendje, siç e mendojmë ne, ato grumbullohen në trup, në këtë sistem nervor. Dhe kur grumbullohen aty bllokojnë energjinë. Prandaj personat nuk kanë energji, prokrastinojnë, i shtyjnë punët për më vonë, nuk kanë fuqi as për të rregulluar ndonjë shtëpinë, pra nuk ka fuqi personi fare. Dhe prandaj pastaj ka sëmundje të ndryshme, sëmurën, vuaj nga ankthi, nga depresioni, sepse energjia është e bllokuar këtu. Dhe ajo që bëjmë është punojmë me çlirimin e kësaj energjie. Dhe në momenti që personi hap zemrën, pra çfarë ndodh kur hap zemrën? Në meditim, e keni përjetuar në meditim, kur sidomos për fillestarët, që trupi kërkon të lëviz, do të ikë, fillon të dalin disa emocione, fillon të kesh siklet. Ajo është puna. Ajo është puna që kur ti fillon të ndjesh ato sikletet, fillon të ndjesh emocione të ndryshme, ti japësh pranim me dashuri. Ti japësh dashuri vetes, ti japësh pranim vetes, ta mbushësh veten me dashuri. Dhe personat, çfarë ndodh? Në retreat hapin zemrën, pra në meditim punojmë me hapjen e zemrës, dhe kur hapet zemra në atë çast, ky sistem nervor tani i lirë në zemër shkakton një reakcion alkimik, dhe të gjitha këto emocione negative në pjesën e poshtme çlirohen në gjithë trupi, çlirohet. Dhe një energji e madhe çlirohet nga trupi jot. Zemra hapet, energjia shkon lart, fillon të aktivizoj qendrat e sipërme, të aktivizoj pjesën e fytit, të shprehjes së vetes, gjendër pinale që ka të bëjë me intuitën, aktivizon qendrën e 7 që ka të bëjë me lidhjen me veten tonë më të lartë. Dhe energjia kur shkon këtu lart,
Atëherë, kur energjia shkon lart, nga matjet që kemi bërë, çfarë ndodh te neokorteksti? Neokorteksti, kur ndodh ky çlirim nga qendrat e poshtme, nga hapja e zemrës, kur energjia shkon lart, komplet i gjithë neokorteksti ndizet komplet i gjithi dhe ka val gama. Pra janë val gama të larta, jashtëzakonisht të larta në amplitudë, shumë herë mbi atë që është vëzhguar si normale, pra bëhemi të mbi natyrshëm, dhe janë komplet koherente, janë në të gjithë neokorteksin, janë në të gjithë ato elektrodat që kemi vendosur në kokë, është e jashtëzakonshme. Pra personi në atë moment bëhet i mbi natyrshëm, lidhet me veten e tij më të lartë, me suprakoshensën, me atë pjesë të vetes tonë, që di gjithçka, ka intuit, ka urtësi, ka fuqi, është në fisnikëri. Dhe kjo pjesë e vetes tënde pastaj të ndihmon, ndodhin pastaj shërime në trup, ndodhin transformime të energjisë, ndodhin gjëra të jashtëzakonshme me trupin e personit. Po jo vetëm me trupin, po me gjithë energjinë. Prandaj, sepse çfarë ndodh? Ky është sistemi nervor dhe bëra një postim për para disa kohësh që ku jetojnë njerëz të ndryshëm, dhe njerëz të ndryshëm, disa mund të jetojnë me ndërgjegjen e tyre të kapur te truri zvaranik. Truri zvaranik është kjo këtu. Dhe truri zvaranik, pra është trur reptilian që ndryshe, janë persona që jetojnë vetëm në mbijetesë. Janë persona që kanë shumë agresiv, janë shumë kontrollues, duan të imponohen, duan të detyrojnë të bësh gjëra, pra janë persona që jetojnë në mbijetesë, janë persona që mund të sulmojnë nga momenti në moment, sepse janë në mbijetesë. Mendojnë se ata janë të sulmuar dhe duhet të sulmojnë. Pra është një gjendje e vërtet, domethënë, stavam si truri zvaranik, që jeton vetëm në mbijetesë. Nuk ka akoma atë ndjesinë e paqes, të falënderimit, mirënjohjes. Pra jeton komplet vetëm për veten, për të poseduar, për të marrë, për të kontrolluar, për të grumbulluar. Tani, në qoftë se ne ngjitemi lart dhe fillojmë të ndjejmë, punojmë me emocionet, ka persona që jetojnë në trurin limbik. Dhe ta janë persona shumë emocional. Pra, jo se nuk kalojmë asnjë në trurin limbik. Truri limbik është shumë i rëndësishëm për të ndjerë emocionet, për të ndjerë lidhjen me njerëzit, për të ndjerë lidhjen me këtë jetë. Pra truri limbik është i rëndësishëm për të përjetuar emocionet, por çfarë ndodh që shumë persona që jetojnë në trurin limbik kanë lëndime të fëmijës së brendshëm. Dhe emocionet janë kryesisht shumë reaktive, pra ka shumë lëndim aty. Dhe kur ka lëndim, kur ka dhimbje, emocionet janë nga më të ndryshmet. Personi reagon shumë emocionalisht, mërzitet shumë, i mbetet qefi, mund të inatoset kollaj, mund të ndjej shumë faj, mund të ndjej shumë turp, mund të ndjej shumë frikë. Pra është komplet i zhytur në emocione dhe nuk arrin dot që ta nxjerrë veten. Dhe pikërisht shërimi i fëmijës së brendshëm na ndihmon që këto emocione t'i balancojmë, t'i shërojmë. Dhe kur fillon, ky është procesi i ngjitjes, procesi i përparimit, dhe në atë moment pastaj kur ne fillojmë të hapim zemrën, truri limbik balancohet, qetësohet. Dhe e gjithë vëmendja, gjithë ndërgjegja çlirohet. Sepse një pjesë e ndërgjegjes së njeriut, pra në fillim është e kapur te truri zvaranik, fillojmë të ngjitemi. Një pjesë e ndërgjegjes pastaj është e kapur tek truri limbik nga lëndimet emocionale, pastaj prapë fillojmë të ngjit të çlirojmë ndërgjegjen tonë. Pra e marrim ndërgjegjen dhe e çlirojmë, e marrim veten tonë dhe e çlirojmë. Dhe e ngrejmë lart. Dhe sa më shumë që shërojmë veten, çlirojmë veten, pastrojmë veten, aq më shumë fillojmë të veprojmë nga neokorteksti. Neokorteksti është komplet e gjithë struktura, një strukturë
e cila të bën të jesh, të ndihesh në paqe, të ndihesh i sigurt, të ndihesh i mbrojtur, ke emocionet e balancuara, pra ke lidhje të shëndetshme dhe me limbikun, mund të marrësh vendime të shëndetshme, pra je në atë flon e jetës, je në atë qetësinë tënde. Pra ke shpëtuar nga mbijetesa. Dhe qëllimi i meditimit është pikërisht të shpëtoj nga mbijetesa, të ndihmoj të shërosh edhe emocionet dhe lëndimet të fëmijës së brendshëm. Kështu që e gjithë energjia kur kalon këtu pastaj, pra neokorteksti, dhe pra neokorteksti është vendi ku aktivizohet suprakonscienca, po aktivizohet në momenti që ne hapim zemrën, lirojmë energjinë, shkojnë energjia lart dhe kemi val gama në sistemin nervor. Kjo tani normalisht kjo është diçka e jashtëzakonshme dhe është diçka e cila më përpara ndodhte shumë rrallë dhe faktikisht ka në Gjermani ka vende të cilat paguajnë edhe 10.000 euro vetëm që të arrin valët gama, pra ka qendra trajnimesh, janë shpenzime të jashtëzakonshme që bëjnë njerëzit dhe zakonisht aty shkojnë biznesmenët e mëdhenj, të cilët duan të arrijnë gjendje të larta mendore, dhe këto janë gjendje të cilat janë shumë të kërkuara. Janë gjendje mendore të cilat arrihen nga deri tani është njohur që arriheshin nga ata murgjit që mbylleshin për 20 vite në ato malet e Himalajës, edhe nuk dinin që ande, nuk ishin kontakt me botën, vetëm për të arritur atë gjendjen e suprakonsciencës. Bashkë me Marvinin kemi zhvilluar teknika dhe në retreat arritëm nga 12 matje që bëm me elektroencefalogram në tru, të 12 kishin arritur valët gama. Të 12 i kishin arritur. Dhe kjo është fantastike. Kjo është vërtet fantastike. Prandaj në retreat ndodhin aq shumë mrekulli. Kemi arritur diçka vërtet e jashtëzakonshme, vërtet shumë të kërkuar. Atëre dhe sot dua që të ngrihemi lart në energji. Ajo që ne do bëjmë sot është do bëjmë një frymëmarrje shumë të fuqishme për çlirimin dhe për pastrimin e trupit edhe më thellë, për lirimin e kësaj energjie edhe në 3 qendrat e poshtme, dhe pastaj do lidhemi me veten tonë më të lartë. Pra në meditim do lidhemi me veten tonë më të lartë. Dhe normalisht që për shumë veta është një proces, por keni parasysh që ne shtrojmë rrjete nervore. Pra sa më shpesh që ti ta praktikosh lidhjen me veten tënde të vërtet, aq më tepër do e ndjesh në trupin tënd, aq më tepër do ndjesh lidhjen me të. Pra, në një farë mënyrë sot sikur e fton si mundësi. E fton si mundësi që të ndodh me ty. Lidhesh me këtë mundësi. Hap dyert për veten tënde për të lidhur me këtë mundësi. Pra shtron rrjete nervore, sepse ne asnjëherë nuk mund të realizojmë diçka që nuk kemi rrjete nervore për ta bërë atë gjë. Normalisht kur vjen përjetimi pastaj, kur vjen për shembull për hapjen e zemrës, sa kemi folur? Kemi vite që flasim për hapjen e zemrës. Dhe vetëm duke folur, duke diskutuar, duke shtjelluar gjithmonë më shumë hapjen e zemrës, ju filloni të krijoni rrjete nervore. Dhe pastaj kur vjen momenti i hapjes së zemrës, ajo normalisht që ka erdhi nga rrjetet nervore që ne shtruam bashk. Po përjetimi është i jashtëzakonshëm. Po një njeri që nuk e ka iden, një njeri që është komplet jashtë kësaj fushë, nuk e ka iden se çfarë është hapja e zemrës, po ta bëj meditimin s'kupton asnjë gjë. Prandaj shpjegimi është kaq i rëndësishëm. Shpjegimi është i rëndësishëm se të fut në atë rrugë në një farë mënyre. Fillon të shtrosh rrugën për veten tënde, fillon të hapësh dyert, që ta përjetosh. Pastaj kur vjen përjetimi, unë ju çoj te dera. Ju çoj te dera është një rrugë që shtrohet, është dhe dera, ju shtrojmë rrugën
Është dhe dera, pastaj kur hapet dera, ajo nuk ka nevojë për rritje nervore. Përjetimi hapjes së zemrës, përjetimi suprakonsciencës. Këto nuk ka nevojë për rritje nervore sepse janë përtej mendjes. Është një përjetim i shpirtit, është një përjetim i ndërgjegjes, është një përjetim përtej mendjes. Po deri në një farë pike do na çojnë ato rrjetet nervore. Pastaj përtej tyre është energji. Është përjetimi i energjisë, është përjetimi i burimit, është përjetimi i dashurisë pa kushte. Është diçka përtej çdo lloj analize. Është diçka jashtëzakonshme. Atëre do fillojmë meditimin. Ajo që do bëjmë është një frymëmarrje. Këtë frymëmarrje e kemi bërë një herë, mbaj mend, po do ta bëjmë prapë. Dhe nuk është tamam ajo frymëmarrja që ngre energjinë lart, nga qenat e poshtme për lart, edhe pse do bëjmë diçka të ngjashme, po kjo është një frymëmarrje që njëkohësisht edhe të rrisni energjinë tuaj. Me këtë frymëmarrje do rrisni energjinë aq shumë sonte, sa me shumë mundësi keni për të lidhur me veten tuaj më të lartë. Nuk keni nga t'ja mbani. Ajo që do bëjmë është do marrim frym 5 sekonda. Do ndjejmë energjinë brenda trupit ton. Pastaj do ta lirojmë, do ta mbajmë frymën për 5 sekonda. Pra, merr frym 5 sekonda, e mban për 5 sekonda, dhe në atë moment do ndjeni, do buzëqeshni, do imagjinoni të gjitha qelizat se po buzëqeshin në trupin tuaj. Dhe pastaj do ta lirojmë për 5 sekonda të tjera, do themi ha. Dhe kur themi ha, pra kjo ha do imagjinoni sikur ka një dritë të vetë, një dritë ngjyrë ari që shkëlqen, pra një dritë ngjyrare që shkëlqen dhe shpërthen nga qendra e parë, pra qendra e parë është në organet e riprodhimit, në pelvis, dhe shpërthen nga poshtë dhe ngjitet lart. Dhe gjithë ato 3 qendrat nervore të poshtme çlirohen, pastrohen nervat të pelvis, pastrohen nervat të barkut, të stomaku, pra gjithë kjo pjesa e poshtme këtu pastrohet nga energjia. Do bëni ha, dhe sikur ngjitet lart energjia. Mund të imagjinoni si është ajo energjia juaj, ju jep jetë, energji jetësore, energji bollëku, energji shërimi, energji dashurie, është bllokuar aty poshtë, edhe ju ta çlironi. Ta çlironi komplet, duke thënë ha, ha. Dhe pastaj, nga kjo ha, do ta bëjmë disa herë, ha, ha, dhe pastaj ajo që bëhet me këtë frymëmarrje është ha, 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 ha. Pra, në një farë mënyre, stimulon qeshjen. Është ajo frymëmarrja ha, 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 e kemi bërë një herë, po do ta bëjmë prapë, se është shumë e bukur. Edhe kësaj radhe e kam ndryshuar pak, pra do marrim frym për 5 sekonda. Do e mbajmë për 5 sekonda, do ndjejmë trupin që buzëqesh, pastaj do nxjerrim frymën. Ha! Do e ndjesh si një dritë ngjyrë ari që ngjitet lart dhe të çliron komplet energjinë e bllokuar. Është energji shërimi, dashurie, si të duash ti. Edhe të pastron komplet nga çdo lloj bllokimi që mund të kesh. Këtë do ta bëjmë disa herë. Pra, brenda, jashtë me ha, brenda, jashtë me ha, brenda, jashtë me ha, dhe pastaj ta kemi bërë disa herë, në fund do themi ha, 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 ha. Dhe edhe në një farë mënyre mund edhe të qeshni sepse qëllimi është të qeshni. Dhe ta ndjeni pastaj të qeshurën në të gjithë trupin tuaj, sikur i gjithë trupi po qesh, gjithë qelizat po qeshin. Më vonë do marrim energjinë nga lart, nga kozmosi, komplet ato ndjenja që ju keni shënuar tek fletorja, ndjenjat e reja që doni të përjetoni. Ato do t'i marrim, do t'i sjellim në trupin ton. Kësaj radhe nuk do jetë vesa e mëngjesit, por do jetë ndjenjat që do bien nga lart, do vinë në trupin tënd. Kësaj radhe do t'i imagjinojmë si një plur magjik.
disa mund të imagjinojnë si yje të vogla që bie në trupin tënd, disa mund të imagjinojnë si xixha të vogla që bie në trupin tënd. Por që kjo do jetë diçka e shndritshme dhe ngjyrari. Pra kemi punë me ngjyrën e arit sonte, me shkëlqimin, me dritën brenda nesh, dhe ti lejosh të vinë. Ti lejosh ndjenjat e reja të vinë brenda teje. Pastaj do relaksohemi, do fillojmë meditimin për integrimin e vetes tonë më të lartë. Do imagjinoni një dritë që zbret nga lart, një dritë prap ngjyrari që shkëlqen, zbret nga lart, vjen në trupin tënd dhe përhapet në trupin tënd dhe është si një dritë që shkëlqen. Dhe ajo shkon në çdo organ, në çdo ind, në çdo qelizë. Do e ndjeni pastaj trupin si shkëlqen. Dhe do ju them pastaj disa fjalë dhe ky trup që shkëlqen, do ndjeni që ju tashmë jeni vetja juaj më e lartë. Jeni vetja juaj më e lartë. Dhe jeni në një trup që shkëlqen. Do ju them pastaj disa fjalë që janë fjalë riprogramimi, pra prap një lloj riprogramimi. Janë gjëra që karakterizojnë veten tonë më të lartë. Do ju them që të ndjesh paqe në trupin tënd. Ti e di gjithçka, je i lidhur me gjithçka, je i lidhur me krijimin. Je i lidhur me gjithë botën, me gjithë jetën. Do them disa fjalë që do ndjeni dhe do shtroni ato rrjetet nervore për t'u lidhur me veten tuaj më të lartë. Dhe një nga karakteristikat të cilat kanë folur shumë kultura është që ai lirimi komplet, lidhja e thellë me burimin ndodh kur ne bëhemi si fëmijët. Pra, në qoftë se keni lexuar në libra të ndryshëm, në kultura të ndryshme, të lashta, ato thonë bëhuni si fëmijët, po jo në sensin e papjekurisë. Jo të bëhemi të papjekur si fëmijët edhe të bëjmë budallëqe, por si fëmijët në sensin e qiltërsisë, në sensin e pastërtisë. I pastër si një fëmijë, i lirë si një fëmijë, i qiltër si një fëmijë. Dhe si një fëmijë që tani që pa filluar meditimi, merr vendimin të shkëputësh komplet vëmendjen tënde nga çdo gjë që të shqetëson në këtë botë, nga çdo shqetësim. Sille vëmendjen këtu dhe tani, pa filluar meditimi, silleni vëmendjen këtu dhe tani. Merre vëmendjen tënde në trupin tënd, në zemrën tënde. Ti hap një moment komentet, të shikoj a ju kam këtu apo jo. Ju kam zgjuar. Atëre, do fillojmë me meditimin. Hajde ta ngrejmë energjinë lart, ti sjellim ato ndjenja të reja në trupin ton. Të hapim rrugën për t'u lidhur me veten tonë më të lartë, për t'u lidhur me atë pjesë të vetes tonë. Atë pjesë të vetes tonë, që nuk u lëndua kur, që është në fisnikëri, që jeton në dashuri, që jeton në liri. Është versioni jot më i lartë, që di gjithçka, që është i lidhur me gjithçka. Super, ju kam gati. Atëre tani do nisim. Dhe do gati për të qeshur. Frymëmarrja do jetë shumë e veçantë. Atëre, bëhemi gati, unë po i mbyll një moment komentet. Dhe do dëgjojmë sërish pastaj. Ju puth. Atëre. Ta hap edhe muzikën. Në rregull.
Atëre, silleni vëmendjen këtu. Silleni të gjithë vëmendjen këtu. Dhe fillojmë të marrim frymë. Merr frymë thellë dhe ndjej një energji të re që depërton brenda teje. 1, 2, 3, 4, 5. Mbaje frymën dhe ndjej se çdo qeliz fillon të buzëqesh. Tani liroje frymën. Dhe ndjej energji, ndjej një rrym ngjyrari që shkëlqen, që lirohet nga qendrat e poshtme dhe ngjitet lart. Ndjej një energji që ngjitet lart. Forca edhe një herë, merr frymë thellë dhe ndjej një energji të re brenda teje. Mbaje frymën dhe ndjej se të gjitha qelizat po buzëqeshin dhe liroje. Çiro komplet. Dhe ndjej se energjia po shirohet nga këtu dhe po ngjitet lart. Edhe një herë, merr frymë thellë, ndjej një energji të re brenda teje. Mbaj frymën një moment, ndjej qelizat si buzëqeshin në gjithë trupin tënd dhe liroj energjinë. Shiroj komplet. Edhe një herë, merr frymë thellë. 1, 2, 3, 4, 5. Mbaj një moment, ndjej qelizat si buzëqeshin. Gjithë qelizat po buzëqeshin. Tani liroje frymën. Tani fillo. Fillo qesh. Qesh, liroje. Dhe ndjej energjinë brenda teje. Shiroj energjinë. Ndjej qelizat si fillojnë të buzëqeshin edhe më shumë. Forca, do vazhdo me frymëmarrjen. Merr frymë thellë për 5 sekonda. Ndjej një energji të re brenda teje. Mbaje frymën për 5 sekonda. Ndjej qelizat si buzëqeshin. Dhe liroj energjinë. Edhe një herë, merr frymë thellë. Energji e re. Mbaj një moment. Ndjej qelizat si buzëqeshin. Dhe liroj energjinë. Ndjej se nga qendrat e poshtme po çlirohet, po pastrohen komplet qendrat e poshtme. Po ngrihet energjia lart në zemër, në qafë, në kokë. Trupi po energjizohet, po fuqizohet. Lejoj energjinë të shkojë lart me vëmendjen tënde. Edhe një herë, merr frymë thellë. Mbaj një moment. Ndjej qelizat si buzëqeshin në gjithë trupin tënd. Tani liroj frymën. Ndjej energjinë si çlirohet brenda teje, pastrohet, lirohet. Energjia nga qendrat e poshtme po pastrohet, po lirohet, po çlirohet edhe më shumë. Po ndjej rryma, val brenda teje, po lirohet. E tani qesh me gjithë shpirt. Qesh me gjithë shpirt, ndjej të gjithë qelizat si po buzëqeshin në trupin tënd. Në një farë mënyrë mund ta bësh edhe si lirim energjie, po dhe mund të qeshësh. Mund të qeshësh si të ndjesh ti, si të duash ti. Ndjeje trupin si çlirohet. Ose funksionon në të dyja mënyrat. Tani fillojmë edhe një herë me frymëmarrje. Kjo është hera e tretë. E treta e vërteta. Merr frymë thellë, ndjej një energji të re brenda teje. Mbaj frymën një moment dhe ndjej të gjitha qelizat si buzëqeshin. Dhe tani liroj energjinë nga qendrat e poshtme, ngri energjinë lart. Ndjej si shkon energjia lart. Dhe merr vendimin ta ngresh energjinë lart, mund të bësh edhe dorën kështu. Kjo është një shenjë mudra që përdoret edhe në artet marciale për të kanalizuar energji.
mund të vendosësh që energjin ta çosh këtu, në lobin frontal, në neokorteks. Marrin vendimin dhe marrin frymthell. Brenda 1, 2, 3, 4, 5. Mbaj një moment, ndjej qelizat si buzëqeshje në gjithë trupin tënd dhe liroj energjin tani. Ndjeje si shkon lart këtu. Edhe një herë, merr frymthell. Mbaj një moment, ndjej qelizat si buzëqeshje dhe liroj tani. Dhe mund të qeshësh tani. Qesh me gjithë shpirtin tënd, qesh me gjithë fuqinë tënde, me gjithë forcën tënde. Ndjej qelizat brenda teje si buzëqeshje. Ndjej energji si gjithë lart këtu. Super. Po ju lë ta shijoni dhe ca. Ndjej energjin si çlirohet. Dhe vazhdo të marrësh frymë. Vazhdo të marrësh frymë me ritmin tënd. Ndjeje trupin të buzëqeshur, qelizat të buzëqeshura. Ndjej energjin këtu. Energjia ka arritur këtu. Mund ta vendosësh dorën, si po e vendosur. Dhe ndjej energjin që është këtu, ka shkuar këtu. Ti je tani plotësisht i ndërgjegjshëm, plotësisht i vëmendshëm, plotësisht i zgjuar në këtë jetë. Plotësisht i qëllimshëm. Të gjitha qelizat janë të zgjuara, janë të aktivizuara. Dhe tani do sjellim nga lart ndjenja të reja. Do sjellim nga lart ndjenja të reja. Me duar do i kapim dhe do i sjellim poshtë në frymëmarrje. Bëhemi gati. Cilat janë ndjenjat e reja? Fuqia, kuraja, fisnikëria, guximi, paqja, lehtësia, çlirimi, shërimi. Kujtoj ndjenjat, kje listën përpara teje. Mbaj listën përpara teje. Edhe nëse nuk i mban mend, do i përmend unë tani. Atëherë nisim, merr frymthell, kapi ndjenjat dhe sillni në trupin tënd. Kapi ndjenjat, sillni në trupin tënd. Forca ndjej në trupin tënd. Ndjej paqe, ndjej lehtësime, dashurinë. Ndjej lehtësimin, gëzimin. Ndjeje kurajën, fisnikërinë, forcën brenda teje, ndjeje si e sjell në trupin tënd. Tani qëndroj një moment me pëllëmbët lart e këmbët, shpinën drejt, qëndro në madhështi. Dhe imagjino se nga lart bie si një plur magjik, ngjyrar që shkëlqen. Një plur magjik. Mund të imagjino si të hyje të vogla që bien, ose si xixa të vogla, ngjyrari që shkëlqen dhe bien, lëshojnë në trupin tënd. Janë ndjenjat e reja. Ndjenjat e reja po depërtojnë brenda teje. Shijoj në trupin tënd. Ndjeje dashurinë si po vjen tek ti, po vjen dashuria, po vjen lumturia, po vjen gëzimi, lejoj, pranoj, po vjen paqe, po vjen gëzimi, po vjen falënderim. Lejoj në trupin tënd, shijoj brenda teje. Lejoj të shkoj në çdo qelizë. Ndjej çdo qelizë në trupin tënd, si po mbushet me ndjenjat e reja, që
po bien si një plur magjik, gjurari që shkëlqen. Dhe trupi jot po fillon të shkëlqej. Ndjenjat e reja po depozitohen brenda teje. Molekulat e reja po nisi një jetë e re. Forca edhe një herë ta bëjmë frymëmarrjen, merr energjinë nga lart, merr ndjenjën nga lart dhe sillen trupin tënd. Forca, më ndiq mua. Çfarë po sjell në trupin tënd? Çfarë po sjell? Po sjell lirim, lehtësimin, paqen, dashurinë, falenderimin, mirënjohjen. Guximin, kurajën, fisnikërinë. Ndjeje çfarë po sjell. Forcën, fuqinë. Ndjeje trupin, si po fuqizohet, po ngrihet lart. Edhe pak, edhe një. Dhe mbaj tani duar në pëllëmbët lart e këmbët. Dhe ndjej në trupin tënd, të ndjenjat e reja. Si po zbresin nga lart, nga kozmos, nga univers, si një plur magjik në trupin tënd. Po zbresin. Mund t'i imagjinosh si yje të vegjël, ngjyrari të shndritshëm, që vijnë tek ti. Si xixat që shkëlqejnë. Dhe përtojnë në çdo qelisë të trupit tënd. Lëshojnë në zemër. Dhe nga zemra përhapen në gjithë trupin tënd. Në çdo qelisë. Këto janë ndjenjat e reja të vetes tënde më të lartë. Një dashuri e thellë, pa kusht. Një dashuri që shëron. Një paqe që lehtëson. Një guxim. Një guxim që fuqizon. Një dije e brendshme, një intuit që të qetëson. Një ndjenjë e thellë, lidhje me gjithçka që ekziston. Të bën të ndihesh i mbrojtur dhe i sigurt. Dhe një fisnikëri që të ngre lart. Të bën të njohësh vlerën tënde. Bën të njohësh madhështinë brenda teje. Madhështinë e shpirtit. Forcën e madhe të zemrës. Tani nga dal, do futemi edhe më thellë. Do nisi me meditimin. Mund t'i mbyllësh syt. Mund t'i mbyllësh syt të moment. Dhe vazhdo të marrësh frym nga dal. Brenda dhe jashtë, me ritmin tënd. Dhe relakso në zemrën tënd. Lësho në zemrën tënd. Dhe ndjeje si kjo zemrë
po mirëpret. Po mirëpret ndjenjat e reja. Relakso në zemrën tënde. Ndjej paqen, thellë në kraharorin tënd. Dhe ndjeje zemrën, si lirohet, lëshohet, zgjerohet në kraharorin tënd. Dhe ndjej hapësirë në kraharorin tënd, si po krijohet hapësirë. Zemra po zmadhohet, po zgjerohet, po hapet. Prano me dëshuri dhe lësho, relakso në kraharorin tënd. Ndjeje zemrën, plot energji. Ka jetë në zemrën tënd. Ndjeje energji në zemrë. Lësho në hapësirën e saj. Në kraharorin tënd ka hapësirë pa fund. Lësho në të. Relakso në të. Shijoje këtë hapësirë. Dhe ndjej se po lëshon gjithçka. Po lëshon gjithçka. Sa më thellë që futesh në zemër, sa më shumë që relaksohesh në kraharor. Ndjen se po futesh në një hapësirë infinite, brenda teje. Dhe po lëshon gjithçka. Të kaluarën, emrin, idet, besimet. Dhe je ndërgjegje pastër. Je si një bebi vogël, si një fëmijë vogël. Ndjen se po lëshohesh në zemër. Si një fëmijë vogël, i qiltër, i pastër. Një bebi vogël. Një fëmijë vogël kurioz. Me qiltërsi, me pastërti. Qëndron aty në zemër si ndërgjegje pastër. Sikur sapo ke lindur. Sa po ke lindur. Shijoj dhe ndjej rreth e rrotull teje. Ka një botë plot me mrekulli. Rreth e rrotull teje. Ka një botë të jashtëzakonshme që pret të zbulohet. Ka një jetë që pret të krijohet. Jeta po të bësh shumë kurioz tani. Si një fëmijë vogël po bëhesh kurioz. Po kërkon të dish më shumë, të krijosh më shumë. Po ndjen brenda teje si zgjohet pasioni në zemër. Si zgjohet krimtaria, wow. Po zgjohen ëndra, pasione, dëshira. Po ka një zemër e një fëmijë të qiltër, të pastër, të vogël.
kurios për jetën, i cili me zi pret të krijoj, me zi pret, wow. Imagjinoje veten me zi pret të krijosh, të përjetosh, të shijosh, të eksplorosh, të jesh këndëstar i jetës tënde. Rreth e rrotull teje ka mrekulli pafund. Dhe ti mund të krijosh mrekulli pafund. Qëndroj relaksuar në zemër, si një fëmijë e vogël, qëndroj relaksuar në zemër, me gëzim, me zi pret të jetosh, me gëzim, qëndro aty. Dhe imagjino tani një dritë, imagjino një dritë ngjyrare që shkëlqen, si zbret nga lart, nga kozmos, nga krijimi zbret në kokë, depërton të qafa dhe në gjithë trupin tënd, depërton në zemër, në organe, në indë dhe në të gjitha qelizët. Ndjeje këtë dritë ngjyrare që shkëlqen, se depërton brenda teje. Përfaqëson energjinë e vetes tënde më të lartë. Energjia e vetes tënde më të lartë po vjen tek ti. Ndjeje këtë dritë nga kozmosi, nga krijimi, ngjyrare që shkëlqen dhe zbret, vjen tek ti në trupin tënd. Është energjia e vetes tënde më të lartë që vjen tek ti. Ndjeje në gjithë trupin tënd, në çdo qelizë të trupit tënd. Është energjia e vetes tënde më të lartë. Si po ndihet në trupin tënd. Ndjeje, imagjinoje se çdo qelizë po rrezaton shëndet, dashuri, bollëk. Po rrezaton fuqinë, madhështinë e vetes tënde më të lartë. Si po ndihesh. Përjetoje në çdo qelizë të trupit tënd. Lësho, ndjeje se çdo qelizë po rrezaton këtë energji të re. Po rrezaton këtë energji të re. Dhe trupi jot po shkëlqen. I gjithë trupi jot po shkëlqen. Je një me veten tënde më të lartë. Kjo është energjia e vetes tënde më të lartë. Po vibron në frekuencën e ëndrave të tua. Shijoj. Po ndjen paqen brenda teje. Po ndjen një zgjerim deri në pafundësi. Sa i madh është shpirti jot. Po ndjen lehtësi. Trupi jot është dritë tani. Një liri e thellë është brenda teje. Falenderim. Falenderim për gjithçka që është. Shijoje një dashuri e madhe e pastër, por rrjedh nga thellësia jote. Ndjej, po buron nga zemra për hapet në gjithë trupin tënd. Po rrezaton, po ndriçon dritë, jetë, pasion. Shijoje këtë dritë. Një lumturi e thellë. Pas një arsye. Një energji brenda teje në balancë. Ndjej një fuqi,
një fuqi brenda teje, një siguri absolut, një dije dhe një njohje thellë. Një njohje thellë e gjithë krijimit, e gjithë jetës. Një urtësi e lashtë, një urtësi e lashtë. Që të jep qartësi. Dhe ti e di se je një me gjithçka. Je një me krijimin. E di se je krijues në këtë botë. Në harmoni me gjithë krijimin. Një gjallëri, një energji e pastër buron brenda teje. Një forcë që nuk shteron kur. Një gëzim pa arsye. I sigurt, i plot dhe i mbrojtur. Ndjej energjin e vetes tënde më të lartë. Kjo urtësi e lashtë, kjo njohuri e thellë që të udhëheq me çdo hap që hedh. Dhe po jeton në intuit, i plot. Gjithçka është e plot. Gjithçka është e plot. Ndjeje brenda teje. Ndjeje brenda teje. Ndjeje pafundësi. Ndërgjegje pastër. I çiltër si një fëmijë, i plot në zemër, i plot në mendje, i plot në trup. Një trup që shkëlqen. Një trup që shkëlqen në përjetësi. Ky jeti, krijues i jetës tënde, ky jeti. Kujtohu. 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 Shijoj. Dhe mbaj mend këto ndjenja. Mbaj mend këto ndjenja. Jeti në përjetësi. Tani nga dal, kur ti jesh gati, mund të hapësh syt në një botë të re, si një njeri krejt i ri. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët sërish. Mbajni mend të ndjenja, mbajni mend. Është vetja jote më e lartë. Një urtësi e lashtë jeton brenda teje në zemrën tënde. Një urtësi e lashtë zgjohet sot. Një urtësi e cila ka ekzistuar në përjetësi brenda teje. Dhe priti këtë moment të zgjohet. Të zgjohet forca e gjithë universit. Kjo është forca e gjithë krijimit dhe është brenda teje. Një forcë hyjnore. Është forca e shpirtit. Zgjoje shpirtin tënd. Zgjoje shpirt. Lejoje të jetoj në përjetësi. Lejoje të shijoj këtë jetë. Zgjoje shpirtin tënd. Deri tani kjo botë ta ka mbajtur shpirtin të bllokuar. Shpirti ka qenë i bllokuar.
I bllokuar në sistemin nervor, i bllokuar në përqendra, i bllokuar në për sisteme nervore të pjesë zvaranike, po duhet ta shirojmë. Dhe sonte, dhe çdo ditë që ne punojmë bashkë, lirojmë shpirtin ton, lirojmë shpirtin ton. E çlirojmë komplet. Dhe kur shpirti lirohet, kur mjeshtri brenda teje çlirohet, atëre kjo jetë kthehet në një aventurë. Ti bëhesh shkencëtar i jetës tënde. Kjo jetë kthehet në mrekulli. Ti përjeton mrekulli. Përjeton mrekulli brenda teje dhe rreth rrotull teje, sepse jeton me një shpirt të zgjuar. Mjeshtri brenda teje zgjohet. E ti mund të transformosh jetën tënde. Mund të shërosh me një prekje. Mund të transformosh, jo vetëm veten, po të gjithë njerëzit rreth rrotull teje. Kjo është fuqia e shpirtit kur zgjohet. Dhe kur zgjohet, është një dashuri. Është një dashuri e madhe pa kusht, që të tërheq tani, të tërheq drejt ëndrave të tua. Të tërheq drejt ëndrave të tua. Është një dashuri aq e madhe. Sa mezi pret të zgjohet çdo mëngjes me pasion. Shpirt ka mall për krijimin. Ka mall për të krijuar sërish. Dhe sonte hodhëm hapin e parë për të liruar shpirtin ton, dhe do e bëjmë çdo herë që takojmë bashkë, atë bëjmë, lirojmë shpirtin. Kur hapim zemrën, kur lirojmë sistemin nervor, ne bashkë punojmë me sistemin nervor. Ne bashkë punojmë me sistemin nervor. Po me diçka shumë herë më të madhe se sistemi nervor. Dhe është energjia që lirohet. Je ti që lirohesh përfundimisht. Dhe e kuptojmë pastaj se e vërteta. Që kemi qenë gjithmonë të lirë. Kemi qenë gjithmonë të lirë. Dhe nuk ka asgjë që të mban. Asgjë. Zbulojmë që vetëm ne kemi qenë ata që mbanim veten tonë peng. Kemi qenë vetëm ne. Dhe për secilin do vi koha. Do vi koha e duhur. Do vi momenti i duhur. Jeni të jashtëzakonshëm. Atëre diçka që do ju them për nesër, ajo që do bëjmë, sepse të zgjosh shpirtin tënd është edhe të ndjekësh atë bekimin tënd. Të ndjekësh frymëzimet brenda teje, sepse mua shpesh më kanë pyetur Artemis si ta gjej rrugën e jetës, si ta gjej potencialin. Ajo që ndodh është që normalisht që ne kemi punë të ndryshme gjatë ditës, po nesër e keni si detyrë që në qoftë se brenda teje ka një impuls për të bërë diçka të veçantë, bëje. Ose ke një impuls qoftë për të shkruar diçka, për të pikturuar diçka, për të bërë një kërcim, për të bërë një gatim për veten tënde, atëherë bëje. Bëje. Ndiq bekimin tënd. Dhe mund të lexoni kapitullin tek libri Ndiq bekimin tënd, në faqen 127, është kapitulli Ndiq bekimin tënd. Dhe kur ti ndjek bekimin tënd, ti hap rrugën, është tek libër ditari, ti hap rrugën për çliриmin e potencialit. Sepse lirimi i potencialit nuk është se ti pa një ditë pa pritur do shpërthej gjithë potencialit dhe do shfaqet i qartë me 100 faqe sqarime. Potenciali shfaqet hap pas hapi. Potenciali shfaqet sepse ne kemi nevojë edhe ta meritojmë. Duhet ta meritojmë këtë punë. Sepse po lexoja edhe disa komente që nuk mundem, është kështu, është ashtu, po të tjerët që kanë dalë, po të tjerët që po
shkruajnë këtu që vetëm po kërcejnë, trupi po i dridhet, po të çlirojnë energjinë, po lidhen me një energji të re, po lidhen me ndjenja të reja. Ka kaq shumë veta këtu që kanë marrë vendimin dhe po punojnë çdo ditë. Dhe afirmimi i tyre është që unë mundem. Në qoftë se u thua unë nuk mundem, ky është afirmimi jote dhe kjo do ndodh. Thuaj unë mundem dhe është vendim që ti e merr për veten tënde. Vendimi për të ndryshuar, ti do ta marrësh për veten tënde. Përse nuk e meritojmë? Mendojmë që se meritojmë. Merita nuk ekziston. Gjithë njerëzit e meritojnë. Gjithë njerëzit kanë vlerë. Po njerëzit nga lëndimet, shumë persona nga lëndimet të fëmijërisë, është krijuar iluzioni se nuk meritojnë. Të gjithë meritojnë. Por pse thashë duhet ta meritojnë? Dhe si e meritojnë? E meritojnë duke e kërkuar. E meritojmë duke qenë aty për veten, duke bërë meditimet. E meritojmë. Si e meritojmë? Duke i thënë krijimit që ky është vendimi im. Dhe unë po punoj fuqishëm çdo ditë për ta realizuar këtë gjë. Pra mund të bëni afirmimet, mund të shkruani, mund të bëni meditime, mund të bëni hapa drejt shërimit, hapa drejt jetës tuaj të re. Dhe kur ti ndërmerr hapa, ti i thua krijimit që unë e meritoj. Ndërkohë që në qoftë se nuk ndërmerr hapa, atëherë thua që nuk e meritoj. Dashuria për veten është disiplinë. Pra gjëja kryesore që përcakton dashurinë sa e do veten është disiplina. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ne jemi një komunitet që punojmë. Pra këtu kemi mbi 1000 veta janë të gjithë që punojnë. Ju të gjithë po punoni fort. Dhe jeni të jashtëzakonshëm. Dhe unë jam shumë krenare me të gjithë ju. Jeni një komunitet i jashtëzakonshëm. Është shumë e bukur që trupi po dridhet, trupi ka shumë veta po më shkruajnë që trupi ka dridhje, ka vibrime. Kjo tregon që është aktivizuar energjia jetësore në trup. Dhe trupi, sistemi nervor, fillon të lëshojë dhe të pastrojë traumat e vjetra. Pra kur ka dridhje, komplet i gjithë sistemi nervor fillon të lëshojë dhe të shkarkojë të kaluarën. Pra fillon të pastrohet. Është një shenjë shumë e mirë dhe këto dridhje të ndodhin, sidomos dridhjet që janë në formën e pastrimeve të thella kimike, që ka dhe të kurje muskulore, ndodhin edhe në hipnoza shumë të thella, që janë të pastrime të thella të traumave. Imagjino, na ndodhi, po janë hipnoza që zgjasin me orë të tëra, ne na ndodhi vetëm për gjysmore. Imagjino se sa të fuqishme janë ato teknika që bëjmë bashkë. Dhe vërtet me Marvinin kemi punuar shumë dhe punojmë çdo ditë, vetëm që të gjej mënyrën e dur dhe mënyrën edhe sa më të përshtatshme që të çlirohet sistemi nervor. Dhe ja kemi dal. Kështu që shikoni, lexoni kapitullin e bekimit, ndiq bekimin tënd, dhe do shikoni gjatë ditës se çfarë impulsi ka brenda teje. Çfarë impulsi ka brenda teje për të bërë diçka që ti ke dëshirë ta bësh. Pra mos shtypni veten. Nesër eksperimentoni pak që të mos ta shtypni veten. Dhe në fillim fare për shumë veta kjo mund të jetë thjesht kam qejf të shkruaj diçka, ose kam qejf të blej këtë librin, ose kam qejf të shkoj te kjo kafe, ose kam qejf të po lexoni kapitullin që të dalloni pak se ka një dallim midis qef dhe vërtet bekimit tënd, të ndjekësh atë pasionin tënd nga shpirti. Pra do mësoni pak edhe që ta dalloni. Se ndonjëherë ndjek ato dëshirat e tua, po i ndjek thjesht për të shtypur veten, për të shtypur emocionet. Ndonjëherë ham me shumicë, ose kapemi nga vetëm shikojmë televizor, ose vetëm mund të pish duhan, ose mund të bësh gjëra, jo gjëra të tilla që të dëmtojnë. Pra në të ndjekësh bekimin tënd, do të thotë të bësh gjëra që të dëmtojnë, por që të bësh gjëra që të ngrejnë. Të ndjekësh frymëzimet e shpirtit.
Pra, ndiq bekimin është frymëzimet e shpirtit. Pra, nesër, detyra që keni për nesër është të shikoni se çfarë mund të jetë një frymëzim i shpirtit që ju vjen. Dhe mund të jetë ka më të thjeshtat. Kështu që do ja u shkruaj edhe nesër detyrën. Gjithashtu do takohemi sërish nesër për të vazhduar me krijimin ton. Jemi në rrugën e duhur, po ndodhin mrekulli mes nesh, po lironi trupin, jam kaq shumë e lumtur, po ndodhin kaq shumë ndryshime në kaq pak ditë dhe e di që do ta vazhdoni punën dhe pastaj po e jani në live është energjia shumë e fuqishme. Nesër do avancojmë akoma më shumë. Do shtrojmë rrugën për fillimet e reja, sepse kemi liruar të kaluarën, kemi punuar me zemrën, kemi integruar shumë pjesë nga vetja jonë e lartë. Tani do hapim derën nesër për fillimet e reja. Ju pres, do jetë një live shumë i bukur nesër dhe do e çojmë të punë në një nivel komplet tjetër. Gjithmonë gjitemi më lartë. Ju përqafoj fort, sonte ishte të jashtëzakonshëm, do shihemi sërish. Shihemi sërish nesër, ju pres. Natën e mirë të gjithëve.